Përmes këtyre tabelave të vendosura nëpër korridoret e komunës, qytetarët e Ferizajt dhe Mëgjerë zorë që marrin vesh organogramin e administratës komunale. Në fakt, kohët e fundit, ka pasur as shumë ndryshime në administratë, saqë këto tabela nuk përputhen fare me gjendje reale brenda komunës. Por kjo situatë do të ndryshojë shumë shpejt, nëse premtimet e kryetarit të Komisionit për hartimin e organogramit dalin të sakta. Zëdhënësi komunës njoftoi se kryetari Sfarqa tashmë ka caktuar një komision i cili prej kësaj jave do të merret kryesisht me ndryshimin e organogramit në bazë të ligjit dhe statutit të komunës. Tabelat orientuese apo tabelat informuese të organogramit të vjetër, nëse mund ta quaj, është në kuadër të statutit të vjetër, tash kemi një gjendje tjetër për arsye se është miratuar me statutin në vitit 2013 dhe një drejtori e re e cila nuk është në kuadër këtyre tabelave. Ne kemi pritur që procesi të përfundon me propozim vendimin për ndryshim dhe plotësim të statutit, dhe ajo dihet epilogi i atij vendimi se si ka ndodhur në asamble, ku nuk është votuar drejtoria e inspektoratit dhe drejtoria e rinisë. Drejtoria e inspektoratit ne kemi trajtuar si një drejtori shumë e veçantë për shkak të krijimit të një rregulli dhe disipline dhe zbatimit të ligjit në qytet, ku sot mund të them që 99% e komunave të Kosovës kanë një sektor dhe një drejtori të tillë, duke pas parasysh nevojat dhe kërkesat që paraqiten në terren. Dhe mbas këtij vendimi të asamblesë komunale, obligimi i qeverisë lokale është hartimi dhe përpilimi i organogramit dhe procedimi i tij për miratim në seancën e kuvendit të komunës. Një mishmash të administratës ditë më parë e ka kritikuar këshilltari komunal nga radhat e PD-s Lulzim Aliu. Me sa po shihet, organogrami më parshëm i funksionimit të komunës veç është deformuar plotësisht dhe nuk është i miratuar asnjëherë më në kuvend prej se ky është zgjedhur si kryetar. Ne e dimë që më herët e ka formuar edhe një zyre për projekte, që e ka marrë pikërisht prej zyrës së planifikimit dhe urbanizmit, tash e ka marrë edhe inspeksionin dhe nuk e di si e ka menu funksionimin. Ndërkaq, kryetari i Komisionit për hartimin e organogramit Naim Ferati nuk beson se me organogram të ri do të shuhet ndonjë njësi, sektor apo edhe pozitë. Por organogrami nuk do të përpilohet në bazë të emrave të përveçshëm të zyrtarëve, por në bazë të kërkesave dhe nevojave që janë të paraporme nga qeverisja komunale. Mandej, ata zyrtarë të cilët do të përfaqësohen me një sektor apo me një segment tjetër të qeverisjes të ndërvarën në bazë të këtij organogrami i cili rregullon organizimin e brendshëm të qeverisjes komunale. Komisioni i cili është formuar nga kryetari i komunës do të bën analizën në bashkëpunim me gjithë bordin e drejtorëve apo me gjithë drejtorët e komunës, shikon se çka është e nevojshme dhe çka jo, dhe nëse diçka është e nevojshme të shtohet apo të hiqet nga organogrami i kaluar, atëherë do të veprohet kështu. Zakonisht që lindin kërkesat, evoluojnë proceset dhe sigurisht me kalimin e kohës paraqitet edhe kërkesa për ndryshimin apo plotësimin e ndonjë sektori apo njësie. Organogrami është një obligim ligjor i komunave dhe çdo administrate që paraqet një skemë të organizimit të punës administrative të ndarë në bazë të përgjegjësive dhe kompetencave. Organogrami tregon edhe hierarkinë e qeverisë dhe orienton qytetarët që më lehtë t'i gjejnë adresat ku mund t'i drejtojnë kërkesat e tyre.